Përshëndetje që të gjithëve. Si që dini u bë ca kohë tashmë që unë jam kryetaria e Bashkisë së Tiranës dhe të them të drejtën deri tash më ka vajtur mbar. Me përjashtim të disa rregullave që nuk e di se kush i ka vënë me siguri, po nejse. Ka ardhur koha, besoj që të bëhen disa ndryshime radikale që të mos ndodhin më. Rregulli i parë për burrat e stafit të Bashkisë së Tiranës është nuk do të lejohen më të vinë në punë me fustan sipër gjurit. Do të jetë kategorikisht e ndaluar kjo edhe takat poshtë 15 cm, ju lutem. Rregulli i dytë, nuk do të lejohet më në Bashkinë e Tiranës që 2 burra ose 2 çuna të shkojnë njëkohësisht 2 veta bashkë në banjë se s'ka lezet. Dhe rregulli i fundit, po jo më pak i rëndësishmi, nuk do të lejohet që meshkujt që punojnë këtu në Bashkinë e Tiranës të mbajnë flokë të verdha të gjata, kështu se që ka mund, sepse kujt dihet nesër pas nesër larg qoftë, jo në një spaka, BKH-ja, ku dëgjojnë nga këto gjykatat. Vjen për shembull t'ju arrestoj edhe gjithë me flokë të verdha e haj unë pastaj në vendin tuaj. Pse? Pa bërë asgjë. Se hajtë të kisha bërë në një gjithë paktën. Larg qoftë lëviz vendit i thon kësaj, po gjithsesi. Kështu që mbajni vast në vesh këto porosi që ju thash, që mos kemi mollafe. Kush do ta kuptoj, le ta kuptoj. Kush do o burra plaçkat në shtëpi. Unë të paktën ju dola borxhet për vete.